Kryengritja paqësore nuk është një ndeshje futbolli, që përfundon brenda një afati. Të gjithë do donim të ishte atill, po që në momentin që thuhet kryengritje paqësore, dhe të kuptohet që ajo është një lëvizje e qëndrueshme dhe vazhdon gjën realizim në qëllimeve. Këto protesta e vërteta është mbrojtën në një moment kritik nderin dhe dignitetin e çdo shqiptari. Mjafton të rikujtoj këtu se ka shqiptarofob të paguar nga Edi Rama, të cilët thonë se është në gen në shqiptarëve korrupsioni. Dhe thonë këte pasi Lubi Balluku u mbrojt nga Edi Rama dhe nuk rrihet populli. Populli është ngritur dhe populli do ngrihet dhe populli nuk pajtohet në absolute me qeveritarët hajdut. Për shqiptar, një lloj si për çdo kom tjetër. Qeveritari që vjedh duhet hedh në rrugë. Për shqiptar, një lloj si për çdo kom tjetër. E drejta e votës duhet jetë e paprekshme. Ndaj dhe ne mbrojtëm dignitetin me protestat tona, dignitetin kombëtar, dhe kanë patur jehonën më të jashtëzakonshme si gazetar që je duhet ta kesh ndjekur. Dhe kanë patur impaktin më pozitiv. Për justifikimin e plot. Tani, natyrisht, të gjithë do donim që ato të realizonin me njërë atë që dëshojmë. Po ajo kërkon durim, kërkon qëndres, kërkon vazhdimsi. Dhe ne jemi të përcaktuar për këto. Ne nuk ndahemi pa përmbush misionin tonë. Ku është opozita sot? Ta u themi para ju dhe qytetarëve të Shkodrës. Sot opozita në kushtet e shtypjes së pluralizmit nuk ka asnjë hapësirë në parlament. Edi Rama përjashton, ju mohon të deputetëve të opozitës çdo të drejtë kushtetuese. Sot ai ishte thirrë në interpelancë për letrën e përbashkët që shkrojti me Vučićin, një dokument antikomtar nga më të turpshmit, sepse ne vërtet kemi një turp kombëtar kryeministër siç është Edi Rama, vërtet kemi një kryehajdut kombëtar kryeministër siç është Edi Rama, por ne si komb absolutisht s'kemi asnjë lidhje me Rusinë,